Përshëndetje gjithë dhe mirë se erdhët në Gromas 3. Sot po mendoja se çfarë të postoj, me që tani dhjetor kam vendosur të postoj më shpesh dhe nuk po më vinte ndonjë ide dhe thash, ok, Silva, pse mos flasim për temën që kisha diskutuar dhe para 2-3 ditëve në TikTok, e kisha postuar një video e cila u bën goxha virale. Në fakt që momentin që vendosa me postu dhe me bën si video dia që kam u bën virale sepse tema ishte vjerrat. Dhe në fakt, më përpara video, se kam bën një video, kështu dhe më thënë bam, edhe ka qenë një video goxha e gjatë, por nuk e di as vetë se si ishin, po më vinin fjalët, po më rreshtoheshin fjalët me njëra tjetrën, se realisht isha frymzuar, edhe ndjeja me thënë ata çfarë kam përcjell në atë video. Dhe në atë video u frymzova më shumë nga një bisedë që kisha me një djegsen time, e cila më tregoi disa gjëra që realisht dikush tjetër ndoshta do ishte nuk po e them të merru, por ndoshta do të merru, por unë nuk habitem sepse e di se ky mentalitet ekziston në shoqërinë shqiptare. Okay? Ky mentalitet i nusës, i vjerrës, e i bashortit dhe gjitha këta, ky tensioni. Edhe thash, ok, po e postoj një video në TikTok, edhe ajo video bën goxha virale. Kam pas shumë komente pozitive që nuk e kam prit, kisha kaq shumë komente pozitive, sepse mendoja që do kisha më shumë komente negative. Megjithëse ka pas dhe komente negative, do më thënë, ka pas komente negative edhe nga nusët vetë, ka pas komente negative edhe nga vjerrat vetë, por komente pozitive edhe nga nusët edhe nga vjerrat, do më thënë, ka pas një llojshmëri komentesh aty, por në përgjithësi ka qenë shumë komente pozitive. Dhe unë e kam diçka kohët e fundit nga që unë postoj shumë rrjete sociale, nuk më bëjnë përshtypje mua komentet negative realisht, ma shumë ndonjë kritik që e mendoj edhe unë ndoshta se mund të ketë drejt dikush, mund t'ja kthej përgjigjen, ndërsa komenteve negative nuk i jap shumë energji, ma shumë buzëqesh me ta ose i kthej një shaka, domethënë nuk merrem shumë me ta. Por e dija që do kishte shumë interes ajo video dhe thash pse mos ulem dhe këtu ta bëj një video, të njëjtën video, nuk e di. A do i tham, a do i shpreh një atë fjallë që i kam shpreh atje, sepse realisht atë ditë kam qenë shumë e frymzuar, por mendoj që diçka do them dhe këtu, edhe mendoj që ndonjërit nga këtu do i interesoj, se nuk u prezantova. Unë jam Silva Tjetri dhe ky është kanali im Detektive Lumturisë. Dhe tani në dhjetor kam vendosur të postoj më shpesh dhe kam titulluar këto video dhjetor i kam titulluar Gromas që vjen nga rritje, nga zhvillim, domethënë që për këta flas unë në videot e mia për zhvillim personal, edhe mas që merr përpashtesën e Christmas mas, okay? Edhe mendova të shkruaj këtë video Gromas. Edhe më pëlqej shumë si ide realisht. Dhe thash, okay, sot ulu Silve dhe po flasim për këtë temë. Në fakt, aty kam tregu, në fillim dhe kam nis videon duke thënë që vjera nuk duhet të ndërhyj në mënyrën se si edukon nusja vetë, reja e vetë, fëmijët e vetë, okay? Nuk duhet të ndërhyj. Dhe këtu ka qenë edhe ndërhyrja e shumë njerëzve ku thotë, okay, vjera ka drejt me dhënë këshilla. Sigurisht që unë nuk them që një vjerë nuk duhet të jap këshilla, ose nuk them që reja ose nusja, se reja i thojmë ne nga veriu, besoj që dhe ju, nuk them që nusja tani nuk duhet me a dëgju një këshillë vjerës, sepse normalisht edhe ata dinë, kanë njohuritë e veta, kanë rrit fëmijë, kanë eksperiencë. Por kam thënë që shumë vjera ndërhyjnë në rritjen e nipave të mesave në mënyrë tendencioze, në mënyrë, okay, ti nuk din. Edhe atë ditë kam dëgjuar çdo fjalësh, ti nuk din, ti nuk je nanë e mirë, ti llason fëmijët. Do më thënë, ku e din ti se çfarë nana është ajo, okay? Lejoj ata të bëhet nanë, lejoj ata ta jetoj, lejoj nusën tënde, rren tonë ta përjetoj eksperiencën e prindërimit, sepse ajo nuk ka ku me ditë e dashur vjerë se si rritet një fëmijë. Ajo mëson se si rritet një fëmijë. Ashtu siç ti ke mësu në të kaluarën tënde. Kështu që lejoj ti je bën një herë nanë, i ke rrit fëmijët e tu, je martu një herë, ke kriju familjen tënde. Okay, lejoj edhe dikën tjetër ta përjetoj ashtu siç ti din. E di se këtu është edhe mentaliteti, sepse na kena marrë si bindje ashtu, për shembull, nëse ti je vjerë, ke marrë atë mentalitetin nga vjera jote që vjera duhet ndërhyj, vjera duhet mësoj, vjera të rrit kalamajt. No, nuk ekziston më ky mentalitet sot. Ekziston vetëm me lejen e prindit fëmis, të nusës tonë, nëse ajo të lejon ty me ndërhyj. Se ka shumë, shiko, unë e di që ka shumë vjera edhe nuse që kanë një marrëdhënie të shkëlqyeshme, edhe një personalisht, edhe është gjë shumë për të vlerësuar, okay? Por edhe një edhe të kundërtën. Unë e kisha për i këtë kundërtën.
kundërtën që ndërhyn edhe i ofendojnë, i ulin nuset, i bojnë mundje keq për i këtë pjesë e kisha. Për i këtë pjesë mos ndërhy të lutem, sepse lejoje, do më thënë, duhesh ti me leju dikan mu bë prin, okay? Lejoje të bëhet prin, ashtu si që ajo din. Dhe ku din ti pastaj që ajo nuk është një nanë e mirë? Ku din ti se çfarë është një nanë e mirë? Sepse, nëse do flasim këtu, një nanë e mirë, nëse të ishe vërtet një nanë e mirë, unë nuk mendoj që ekziston një nanë e keqe, thjesht ekziston një nanë që nuk është e vetëdijshme ose i ban disa gjëra nga trauma që ka marrë ose i ban disa gjëra nga mësimet e gabuara që ka marrë, nuk mendoj që ka një nanë keqe. Por, nëse ti do i kishe bën gjërat kaq mirë me djalin tan, djali i jot për shembull, nuk do kishte dhunu kurrë nusën e vet. As fizikisht, as psikologjikisht, okay? Nëse do ishe një nanë e mirë, për nëse do i kishe bën gjëra të mirë, djali do ishte shembull, s'kishe nevojë ti me ndërhy tek marrëdhënia e tyre. Por edhe tek marrëdhënia e tyre ka shumë vjerra që ndërhyjnë në marrëdhënien në çift. Okay? Ç'punë ke ti me hyrë në marrëdhënien në çift? Lene të vendosin vetë kufit një tjetrit, lene të bashkëjetojnë ashtu siç duan me bashkëjetu, lene komunikojnë ashtu siç duan me komuniku, lene të jetojnë ashtu siç duan me jetu. Domethënë, lene ata të jetojnë siç duan me jetu, sepse edhe ti ke jetu jetën tënde dikur me bashkëshortin tan. Edhe mbeso që nuk të ka pëlqy kur dikush vjerra ose vjerrët ka ndërhy. Mbeso që nuk ka pëlqy, por ti ke menduar se ashtu duhet. Vjerri duhet me ndërhy dhe e ke marrë si të mirë qenë, okay? Dhe shumica ma e madhe e vjerrave, ose po marrim vjerrat në përgjithësi, me këta janë ma shumë tensioni ashtu, e bojnë të njëjtën gjë ose ma keq se sa ata kanë përjetuar në kalumin e tyre. E kam dëgjuar shpesh herë këtë fjalinë që më thonë, o Silva, po ti nuk e din çfarë jete kanë pas ata kanë pas një jetë shumë vështirë, ata janë trajtu 100 herë më keq. Po, janë trajtu ndoshta 100 herë më keq. Okay? Nga vjerrat e veta, nga vjerri vet apo nga njerëzit, nga familjarët që kanë pas në rreth. Por nuk është e thënë që ti duhesh me bën të njëjtën gjë me të njëjtën monedhë. Okay? Nëse ti je trajtu keq, merre si mësim, kurrë mos më ja bën rreztone. Kurrë mos më ja bën diçka të keqe dikujt tjetër. Merre si mësim se çfarë nuk duhet më bën. Por njerëzit e kanë marrë si mësim se çfarë duhet me bën, okay? Ata janë të trajtuar dhe kështu duhet me bën, kështu duhet mos sjell me rregull, kështu duhet mos sjell me djalin. Duhet mi pëlqy djalit në vesh duke i fol për nusën, se pana ashtu. Nusë kështu, nusë ashtu. Domethënë, janë to muhabete pa lidhje, to gjëra që nuk kanë sens. Domethënë, një këtë kohë që i jemi realisht nuk kanë sens. Unë e di që rinia sot ato u zhvillu shumë. E di se rinia sot ato mësu shumë, nuk kam i përsërit njëjtin cikël, shpresoj, uroj që nuk kam i përsërit njëjtin cikël. Dhe nuk po tham për atë ciklin që nuk kaloj mirë me vjerrat, nuk po tham për atë ciklin që nuk duhet vjerra me këshillu, me dhënë këshill. Absolutisht që mundet me dhënë këshill, edhe nëse ja kërkoj mundet me dhënë këshill, edhe nëse ja kërkon mundet me dhënë këshill, por lene të zgjedhë nuse jote nëse don me ta marrë këshill apo nuk don me ta marrë këshill. Lene të zgjedhë, mos ja impono ti se ashtu duhet, unë di ma mirë se ti, unë kam qenë nanë përpara, kam eksperiencë. Po me ke eksperiencë. Po dhe ajo do mësoj eksperiencën e vetë, si ka me mësu robi pa përjetu, okay? Pastaj ti djali dashur që fryesh nga nona jote, okay? Që fryesh, se unë në videon teme i kam shujt magjar, na veriu e qujmë gomarin, okay? Dhe ju nga Kosova më duket se e quini magar, i kam thënë që ti djali dashur nëse nuk din me e tërgu se koko veni nana, e koko veni nusja, nuk din me e do shopin nga sheqeri, ti je magjar. Edhe realisht e mendoj ashtu se je një magjar që nuk din me vu kufi. Ti duhesh me vu kufi, djali dashur. Ti duhesh me vu kufi, okay? Mi vu kufi nënës, mi vu kufi nusës, okay? Nënës, ti mundesh me dhanë këtë dashurinë e bos, nuk do thotë që ti tani je martu, ke marrë nuse, edhe nuk duhet tani ti me dashnone. Ti mundesh. Dhe po thoja njerë sepse më shkuput video, sepse kam shumë pak vend telefon, dhe po thoja që ti nëns mundesh me ja dhanë këtë dashurinë e bos, po prap mi të regu se ko ka venin. Do më thanë, nana ka venin e vet, gruaja ka venin e vet. Dashnia nëns e dashnia grus nuk janë e njëjta gjë.
Nona ka tjetër dashni për ty, gruaja ka tjetër dashni për ty. Kështu që nuk janë e njëjta gjë. Mos i krahasoni, jo po nona në vend parë, jo po gruaja në vend parë. Nëse do ishte për vend parë, unë mendoj që gruaja ka vend parë të ti, sepse me gruan ti ke ndërtu një jetë, je të ndërtu një jetë, je të ndërtu rënë, je të ndërtu një të ardhme, sepse ke bën fëmijët e tu me ta. Dhe normalisht që gruaja vjen para, por nuk ka krahasim. Dashurit nuk kanë krahasim njeri, kështu që nuk do të thotë tani se ti e respekton gruan, nuk do të thotë se ti nuk e respekton nanën, okay? Edhe unë shikoj shumë nana xheloze, nana sikur mendojnë që kur burrat i duan bashortet e veta shumë i respektojnë, duket sikur ato kanë harru nanën. Janë xheloze, kanë harru nanën, s'menojnë për nanën. Nuk është e vërtetë njeri, nuk është e vërtetë se nuk menojnë për nanën. Burrat që respektojnë gratë e veta. Edhe nëse ti je një djalë, një burrë që fryesh nga nana jote për çdo gjë, se shiko, unë besoj atë pjesën që mund të jetë negative edhe nusja, nuk e vjen diskutim. Por nëse realisht nana jote ka vurë diçka që nusja është negative ose ka bërë diçka që ty nuk do të kishte pëlqyer, ta thot një herë ajo nana, jo 100 herë me të frym vesh, po kështu, po ashtu, po nusja kështu, po nusja ashtu. Ti do marrësh vesh se kanë krah. Por ti frihesh nga nana jote apo nga baba jote, apo nga kumshia, apo nga kushdo, fryhesh, sepse ti nuk e njeh partnerin që ke në krah. Ti nuk e njeh. Sepse po ta njihje partnerin që ke në krah, nuk do fryhesh nga kërkush, as nga nana, as nga baba, as nga kumshia, as nga shoku, as nga askush. S'par ti duhesh me njoh partnerin që ke në krah, me pas komunikim me partnerin tonë, komunikimi a qelsi. Kur ti ke komunikim me partnerin tonë, çdo gjë është e zgjidhshme, okay? E kem atlet, edhe mi vu kufi, e kena atlet, mos me mu agravu tensioni mes asaj edhe nënës tonë, do më thënë din se si. Por nga që ti e ma gjarë, si thamë, je ma gjarë dhe nuk din, me vujt, me dojë të gjana, atëherë normalisht ndojnë të gjana, sepse po mendoj që ti ke fajet. Po mendoj që ti ke fajet, sepse po t'ishe ti, realisht i Zoti me vendos kufi dhe me ditë nuk do ishte kriju i ky tension midis nënës tane edhe nusës tane, okay? Kështu që fillo edhe vendos kufi djali dashur, vendos kufi, okay? Kuptoje gruan tane dhe jo me shku te shtëpia edhe mi than grusti, se bane këta, pse ke bën ta shtëpia kështu, fëmijë kështu. E gruaja jote, se prap më shkëput video, por përsëri do baj këtë video, ndoshta nuk ka momenti i duhur, por të baj. E gruaja jote ndoshta nuk ka pas kohë marrë frymë gjatë ditës, nuk i ka dalë kohë me bën një dush, tu marrë me fëmijët, ndoshta është edhe në punë të shtëpisë janë në punë vete. E ti vjen në shtëpi edhe e ban zhurmë. Nuk është komunikimi i shëndetshëm ai. Nuk është ky komunikimi, mëso me komuniku me gruan tonë, mëso me një gruan tonë, mëso me kuptu gruan tonë, okay? E pastaj nanën normalisht e ke me kuptu dhe nanën, okay? Por edhe ti nanë dashur, vjerë dashur, mos si ajo shuka, sigur kam thënë në videon tim në YouTube, në TikTok. Mos si ajo shuka që mundohet me patjetër mi tërgu fëmijëve ku më shku, i ke mësu deri një pikë, okay? Ja ku e dhan ata çfarë ke mujt ti më dhan. Leni fëmijët edhe të gabojnë, okay? Se jeta nuk mësojnë pa gabu. Leni ta drejtojnë vetë jetën e vet. Mos ndërhisë shuka, okay? E ti djali dashton, mundesh me janë dashuri nënës, mundesh me janë respektin nënës, e mundesh me janë dhe gustone duke mbajt kufi, okay? Duke vendos disa kufi, duke tregu që ku ka veni nëna, ku ka veni gruaja, okay? Kjo është video që kam doshta me bë për sot, pavarësisht se tinta gjona i kam thënë në TikTok, por thash okay ta baj edhe për YouTube, nuk e dia kam lënë diçka pa diskutuar, sigurisht që ka shumë gjëra të tjera, edhe dalin shumë pretekste të tjera, por unë kam thënë ata bazën, ata çfarë kam ndje me thënë, sepse ka edhe mund dalin shumë konkluzione po nusja kështu, po rrjetet sociale sot se kishin përmendur edhe shumë tema tipit që vajzat e reja kanë mendin për telefona, si janë nonat e reja sot sikur kanë qenë dikur. Lutem mos bani kështu krahasimesh, se secili brez ka ato të mirat e veta, sigurisht ka ato gjërat e veta negative, por lejoni të jetojnë ashtu siç është jeta. Na do jetojmë tani, na do përshtatemi me këtë jetë. Na nuk mund të jetojmë në vitet 90 as në vitet 80. Na do jetojmë me këtë jetë që kemi tani në 2025, okay? Do përshtatemi me këtë jetë, nëse na nuk përshtatemi, nuk mundemi na me jetu në këtë realitet, në këtë jetë në 2025, nuk mundemi jetu këtu, nëse nuk përshtatemi. Na duhet mu përshtat me jetën. Na lejoni të përshtatemi. Edhe ju, ndoshta keni pas vështirë mu përshtat, por duhet mu përshtat edhe ju, okay? Kështu që kaq për sot njerëz, ju përshëndes shumë. Nëse keni dëshirë, mu më kishte pëlqyer shumë nëse ma kishte lënë një koment për çfarë temash dëshironi të bisedoj, tham shpesh herë këta, sepse më ndihmoni edhe mua, domethënë
me kriju ndonjë ide për çfarë tema është me bisedu, pavarësisht se nuk e di se kam vinë, po më vinë shumë ide për këtu për në kanalin tim, por ndoshta nga që edhe unë punoj me veten, edhe zhvillohem, edhe rritem edhe për këta. Por do isha shumë mirë se nëse ma lini një koment, një like, një share, më shpërndoj me dikën që ndoshta e ndihmon kjo video. Edhe diçka njerën se teksa ula me editu videon e parë që nuk e kam përmend dhe mendoj që është shumë e rëndësishme, sepse nuk kam më shënime dhe këto videot e editorit po i bëj kështu shumë spontane, pa organizu dhe pa mbaj shënim. Doja me thënë që respekti i verës e nusës dhe nusës e verës duhet jetë reciprok, okay? Sepse vërtet shikoj që ka disrespekt nga ana verës, por ka disrespekt edhe nga ana e nusëve. Edhe shumë raste për shembull kur nuk i durojnë dot me i pa në shtëpi. Shiko, unë kam prindër vetë, realisht. Edhe faleminderit Zotit i kam mirë me shnet. Edhe kurse si nuk doja bëja prindërve të bashkëshortit tem diçka që nuk do doja ja bëja prindërt mi dikush, okay? Normalisht do doja që nusja vllajt tem mi respektonte, mi donte, por nëse prindërit e mi realisht e kalojnë kufinin edhe janë të bezdis, edhe janë t'ja sjell më të hunë sasaj, nëse ajo i vend disa kufi, okay, është krejt okay edhe krejt e kuptueshme. Edhe shikojemi në Gromas 4. Ju përshëndes shumë.